ndoshta në këtë moment avokat, kur ka ndodhur ngjarja, ka përfituar ndoshta edhe nga fakti që BKH-ja ka qenë pa drejtues, se nuk ishte zgjedhur akoma, më duket jo Niketa atëherë. Kjo periudha kalimtare si hapësirë boshe. BKH-ja asnjëherë s'mbetet pa drejtues, pavarësisht se mund të ketë mbaruar mandati i saj që ka qenë përpara kryetare e BKH-s, por BKH-ja kompetencat i kanë çdo kohë, si me kryetar dhe pa kryetar. Avokat, mund të kemi në një rast për shembull që mund të shkohet për të komunikuar një mas arresti njërit në kryeministri, edhe mund të refuzohet në këtë mënyrë që lini armët aty edhe kemi të bëjmë me grushteti pastaj. Nëse ndodh ajo, në gjithë botën quhet grushteti. Dhe kryeministri të kundërshtoi pushtetin dhe drejtsinë është grushteti, ai është grushteti. S'ka bërë. Pra, ne praktikisht edhe në 20 janar. Po janë komunistët të pushtetit, zotëri, ua kam thënë se ju nuk zini mend ju. Nuk zini mend ju. Shqipëria është në diktaturë komuniste, zotëri. Është në diktaturën komuniste. Enveri arrestonte këtë donte, kur donte, si donte, i merrte nga shtëpia, i merrte nga vatra e fëmijëve, i merrte ku të donte i merrte. Kjo gjë po bëhet dhe këtu, por këtu bëhet me ligj. Enveri e vënte pa ligj. Tani ky palloshi i asaj Ballukës, i Lubis, ky do që me çdo kusht të mbaj pushtetin me të gjitha mjetet dhe me të gjitha format. Dhe ka marrë rreth vetes gardën. Po garda duhet të di një gjë, komandanti i gardës. Duhet të di mirë një gjë. Unë ja them këtë ta dëgjoj. Zotëri, mos vepron në kundërshtim me vendimet e gjykatave, se do veshtin më të ati pastaj. Ka që di unë. Amerika nuk e lëshon më Byron Kombëtare të Jetimit. Nuk e lëshon më SPAK-un. Pra, do bën ato që kanë vendosur amerikanët dhe do shkoj, mendoj, kam besim që do shkoj drejtësia në vend. Avokat, më thatë një gjë interesante këtu. Më dolët e raporti forcave, një krah garda me policinë, një krah tjetër BKH-ja. Po BKH-ja praktikisht ashtu ndodhi. Sipas këtyre që thoni juve, ashtu ka ndodhur. Pra kemi të bëjmë me grushteti. Po, në vazhdim, avokat, kjo përplasje, mundet që BKH-ja të jetë efektive pa policinë e shtetit dhe pa gardën, pra mund t'i ekzekutojë masat e sigurisë vet, ka kapacitete burime pra njerëzore, ekspertë si agent. Këtu nuk bëhet fjalë për ushtri ball për ball. Këtu bëhet fjalë për një strukturë ligjzbatuese dhe për një strukturë të kundërligjshme. Tani, kush do fitojë nga ndeshja e këtyre dy palëve, nuk e di. Unë di që duhet fitojë BKH-ja. Këtë di unë. Se çfarë do ndodh pastaj, e dinë ata që janë protagonistë në këtë lojë. Ne po flasim gjithmonë për situata hipotetike, nëse nuk binden. Nëse nuk binden atëherë ka përplasje, do merren me zor. Do arrestohen me zor. Do hyjnë në fuqi, pastaj në lojë do hyjnë forcat tjera. Po kjo e keni fjalën forcat të tjera. Marinsat amerikanë nuk më besoj se do vinë këtu. Si ndalon njeri? Nuk i ndalon njeri. S'kemi gjë. Ta thash përgjigje, nuk i ndalon njeri. Okej, avokat, po pasoja në ta afërmen tani apo të largët, mund të ketë kjo si ngjarje duke vendosur si precedent që në çdo rast që mund të shkohet dikush mund të dalë të thotë pa lini armët patllake tek dera, pastaj të hyni brenda? Shiko, po vajtën për të arrestuar nuk lihen patllaket, zotërisje, pra të punë vend. Prandaj marrin armët që ta arrestojnë. Po vajtën për të biseduar, armët natyrisht do të thonë në një vend caktuar atje dhe s'ka asnjë problem. Po këtu të thash kemi të bëjmë, nëse vjen për të arrestuar dhe ata kundërshtojnë, atëherë kemi përplasje. Dhe përplasje në përplasje fiton më i forti. Dhe më i forti është gjithmonë ai që është me ligjin, jo ai kundërligjshëm. Megjithatë, avokat, thelbi është që ata agjentët e BKH-s e mësuan rrugën për në seli. Jo më di se kishin humbur rrugën ata